po demonstrohet sot, do t'jetë në dispozicion të publikut, në dispozicion të raportit mes qytetarit dhe shtetit dhe në dispozicion të ekonomisë sonë në fillim të vitit të ardhshëm. Në ndërkohë që Bashkimi Evropian po ashtu po përgatitet për identitetin digjital dhe objektivi i shpallur i Bashkimit Evropian është që në vitin 2027 qytetarët e BE-s të mund të pajisen me identitetin e tyre digjital. Ne do të jemi një vit më parë dhe e theksoj këtë jo për të nënkuptuar apo për të afirmuar ndonjë përparësi tonën, po për të rikujtuar edhe një herë se përparësia që teknologjia i jep çdo vendi që e përqafon atë dhe që i drejtohet asaj për të kapërcyer pengesa që nganjëherë janë edhe historike, është një përparësi e jashtëzakonshme që personalisht unë e quaj një bekim i kësaj kohe. Sepse përmes teknologjisë digjitale dhe sfundmi fal inteligjencës artificiale, vendet mund të imagjinojnë të kapërcejnë epoka që përndryshe do t'i kishin të pamundura për t'u kapërcyer me shpejtësinë e progresit linear i cili parendi epokën e teknologjisë. Dhe prandaj ne besojmë shumë tek fuqia e inovacionit, prandaj i jemi përkushtuar inovacionit, duke u bërë faktikisht një vend lider në rajon për sa i përket shërbimeve publike përmes inovacionit dhe duke krijuar një bazë solide për të imagjinuar transformime në çdo sektor, fal inovacionit dhe tani më edhe fal inteligjencës artificiale. Ne tani jemi të angazhuar në një punë të përditshme për krijimin e një akseleratori shumë të fuqishëm që do të mbështes ministrin ton të krijuar nga inteligjenca artificiale, një akselerator që do të penetrojë të gjithë sektorët dhe që do të vërë në dispozicion të qeverisë zgjidhje dhe opsione për çdo sektor ku ne kemi nevojë të kapërcejmë pengesa të vjetra apo ku kemi nevojë të bëjmë hapa shumë më të mëdha se deri më sot. Dhe pa dashur t'ju marko duke i prekur sektorët një nga një, dua të përqendrohem tek ky moment i sotëm, tek identiteti digjital, i cili është një instrument i domosdoshëm për të realizuar planin ton të kalimit nga paraja kesh në transaksionet digjitale. Dhe kjo do të thotë shumë më tepër siguri për konsumatorët, kjo do të thotë shumë më tepër transparencë për biznesin dhe kjo do të thotë shumë më tepër të ardhura nga ajo pjesë që i takon konsumatorit dhe që në një masë të madhe mbetet jashtë durave të tij për shkak të informalitetit dhe për shkak të trukeve të ndryshme që do të reduktohen maksimalisht dhe mos do të azësohen plotësisht fal transaksioneve digjitale që është tatimi mbi vlerën e shtuar. Nga ana tjetër, ne besojmë shumë që përmes
teknologjisë dhe inteligjencës artificiale do të mund të krijojmë kushte dhe premisa tërësisht të reja për shërbimin shëndetësor, për mundësinë e kujtdo për të pasur një vëzhgim dhe një trajtim cilësor, pavarësisht gjeografisë në të cilën ndodhet, pa diskutim për sistemin ton arsimor, po punojmë po ashtu për të digitalizuar sistemin ton të transporteve dhe me radhë, sepse thash nuk dua të ndalem